Po, realisht rritja e çmimit të ujit ka ndodhur nga data 1 janar e vitit 2026 dhe është një periudhë për 3 vjeçare, e përcaktuar nga Autoriteti Rregullator për Shërbimet të Ujit, pasi që ne të gjithë ujësjellësit kemi bërë kërkesë për rritje të çmimit të ujit për shkak të kostos së lartë të trajtimit të ujit, shpenzimeve të larta operative, pastaj investimeve në mirëmbajtjen dhe e infrastrukturës së rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit, pra edhe rritja e energjisë elektrike. Gjitha këto pra kanë bërë që ne të bëjmë një kërkesë të tillë në autoritetin rregullator dhe pas analizave të tyre, atëherë çmimi i ujit është rrit nga 0,44 cent në 0,63 cent, tarifa volumetrike për shërbimet të ujit, ndërkaq tarifa volumetrike për shërbimet të ujrave zeze 12 cent pra për sektorin shtëpiak. Nuk mund të themi asgjë për këtë çështje sepse nuk e kemi bisedu, është diçka që mund të përgjigjet Autoriteti Rregullator për Shërbimet të Ujit, pasi edhe ata janë përcaktues të tarifat të shërbimeve të ujit dhe kanalizimit.